Po çfarë po bën aty ku? Po e rafinoj se nafta te dera e shtëpisë gjuna i Zotit të vej dëm. Qa të bëjmë? Të presim shtetin? Sa të bëj rafinerin? Ndërkohë e paguajmë çmimin me 2000 lek litri? Për te shakas, zgjidhja përfundimtare e çmimit të karburanteve në Shqipëri është ndërtimi i industrisë përpunuese të naftës, pra i rafinerisë shqiptare të naftës. Për vitet 2024-2025 ne kemi importuar zyrtarisht rreth 1.355.000 ton karburant dhe për çdo litër të tyre kemi paguar rreth 115 lek taksa dhe tatime. Në total rreth 1.55 miliard euro, që do të ishin të mjaftueshme për të ndërtuar një rafineri me kapacitet përpunues rreth 1.5 milion ton naft bruto, që do të thotë do të zgjidhim problemin e furnizimit me karburant për 30-40 vitet që vinë.